Sulejman Vekshari është 78 vjeçari nga Shkodra, i cili ka finalizuar projektin antipërmbytje, një nismë që synon të zgjidhë përfundimisht problemet e përsëritura me vërshimet në zonë. Sipas Veksharit, një nga arsyet kryesore pse Shkodra përmbytet lidhet me depozitimin e inerteve në lumin Buna. Grumbullimet e mëdha të materialeve të ngurta ngushtojnë shtratin e lumit dhe ulin ndjeshëm kapacitetin e tij për të mbajtur sasinë e ujit në ditët me përurje të larta. Ky projekt parashikon ndarjen e lumit Buna nga lumi Drin dhe tjerë. Për arsye që inertet që vinë nga lumi Drin, sepse Buna nuk sjell inerte, mos kalojnë në pjesën e lumit Buna. Aty është parashikuar vendosja e disa turbinave, rreth 250 turbina, të cilat do të prodhojnë energji elektrike. Kur hapen portat, 2000-2500 m3, a kuptoni tash se çfarë dëmi shkakton në pjesën anësore të lumit, i gryn. Duke ardhur lumin Buna, niveli i shtratit është rrit, lumi Buna, nëse në vitin 1970 dërgote në det pa probleme 2500-2600 m3 ujë në sekond, sot që flasim bashkë, ai nuk dërgon as 1 m3 më shumë se 1400. Kush kanë tjetra? Shpërndahet në përfushë. Projekti i përgatitur nga Vekshari parashikon masa të detajuara. Kryesori është të bëhet një argjenatur deri në afërsitë të Gygës Bele 6 metra zon, nësa mas Gygës Bele do vendosen portat, kanë funksione të mëdha ata porta. Reduktojnë ujin në Lisen. Nëse uji në Lisen shkarkohet për 25 ditë, kjo është santazh që i ka bënë, me vendosjen e portave, uji do shkarkohet për 3 muaj. Kështu që Buna do të jetë e lundueshme gjatë gjithë vitit. Sulejman Vekshari nënvizon se studimi është mbështetur në pika kyçe për rikthimin e Bunës në lum të lundrueshëm dhe devijimin e Drinit, ndaj kërkon mbështetje konkrete.